Ju e pat dje, doli nga dreja prokurisë Lubia numër 2. Po kjo Lubia numër 2, ta dini ju, më duhet të citoj, se ajo është i brendshëm, s'kam si të mos e citoj, Arben Ahmetaj, që thoshtë kjo ishte kopshti, kjo akshi ishte kopshti privat i Edi Ramës. Sepse në fakt, në grazhdin e akshit, bën të kredin Baxhanaku, Fangu fitonte me 10 tendera. Se në fakt, në përcaktim në fituesve tenderave në aksh, ishte si pas Geron Meqes, se duhet të citoj emra, edhe vetë zonja Linda. Në fakt, kjo ishte drejtoria e familjes. A e dini u se janë thirë në spak nga kjo drejtori 25 vit. A e keni harruar ju fatin e Danielit? A ju kujtohet ju fati Danielit? Daniel Shima, a ju thot në një gjë ju? Daniel Shima, sa po doli Lubia bis, Lubia numër 2 nga skapi, shkojnë zyrë dhe e shkarkoj. E shkarkoj dhe pas disa muajsh, pas disa javësh, uniforma me policë, e rrethojnë, e grabisin. Fati dhe Zoti dha ati mundësi të çojë një mesazh, po marrin peng. Dhe banda Elbasanit tek e cila e çuan, e rrau gjithë natën, por nuk e vrau sepse do dilte, do mbete. Ai është në shtëpi. Ai ka 3 muaj, 2 muaj, më fani, që e ka mbyllur dhe nuk del nga dhoma. Nuk del nga dhoma. Danieli Akshit. E pat ju, Lubin bis që si doli.